Përshëndetje miq të dashur. Shkojna me vitën e radhës Vjosa Osmani, njerëka e Kosovës, sepse dulen fjalët e mia kur thash që atë ditë që lexoj dekretin, që e ka një farë mlefi. E ka një farë mlefi të madh që s'ka mund të bëjë presidente. E arsyeja është miq të dashur, këtë është të parja. Sepse masi dulen që kjo ka pasuri aq të madhe, dy shtëpi janë Marigon, një shtëpi në Shqipëri, banesë ose shtëpi nuk e jam i sigurt, për njërin për dy apo, plus në Australi e ka një pronë prej 200 milion eurosh. E kretë ky avaz u konë që nuk ka mujtë më bëhe president edhe 4 vjetë që me mujtë më imbulu këto argjime. Kështu që miq të dashur, shkojmë atë ndëgjojmë videon e të diskutojmë bashku. Unë isha e bindur që bëhen numrat, por edhe si kur mos të bëheshin, unë tëra çfarë kërkoja ishte që të shkojmë deri në sallë dhe ta provojmë. Ajo nuk do të na dërgonte atë. Arsyeja pse? Kur e ke ditë që s'bëhen, votat për çfarë arsye me shku me provu kot. Se kjo provë jotja automatikisht na ke shuar në zgjedhje. Mos e bota atë një. Edhe unë do të dokumentoj ty që kjo që ti si ke pas votat për presidente. Shkojnë miq. Automatikisht në zgjedhje. Thjesht do ta shenim nëse janë 79, gjë që nuk do të ishin, ju siguroj, do të ishin më shumë se 80. S'është e vërtet? Por edhe sikur të ishin në një rast kështu të paparashikuar, ne prap nuk do të shkonim automatikisht në zgjedhje, do të përfaqësojmë dhe pastaj të provonim me kandidatë të tjerë. Tash shkojna Abdullah Hoti. Tregon njerëka e Kosovës se atë kishë votu ajo, numër 1 për LDK-s. Osmani, nëse propozohet nga Albin Kurti, jo, sepse është historiku i 5 viteve të fundit, besoj që mu personalisht ka dhënë drejt. Sepse opozita nuk pati vot për zonjën Osmani, prandaj ne edhe proceduam sot si grup parlamentar, proceduam kërkesën për amendimentimin e kushtetuesës. Kjo është e Lisës Goxha, që ti ke për mu, njerëka e Kosovës. Shumë mirë po ta spjegojnë që nuk kanë pas vota për ty. Këta edhe ato amendamentin që ti ke bë, për mos zgjidh presidenti prej qytetarëve, këta e pranun. Edhe këtu të nimun. Po as këta nuk po javdin. A shkojna miq. E tash PDK-ja e nderuar njerëka e Kosovës. Të shikojmë a ka pas vot për ty ajo. Se po e shoh që po e interpretojnë në mënyra të ndryshme. Presidenti të zgjedhet nga kandidati i propozuar apo kandidati i propozuar prej Partisë Demokratike të Kosovës të jetë president. Tash zonja e nderuar, a ke pas votat atë që ke pas? Kur thot dikush që si ki votat, sidomos kryeministri, që është baba i Kosovës, kingu i Kosovës, ti dush me thonë amin. Po jo me qitë plënë kështu në tona. E masit që nuk mujtë me marrë votat, për presidente, gomë lefin ton tash. Janë plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua të them hapur. Kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë. Amo kjo të ka kushtu shumë. Kjo të ka kushtu shumë. Se nuk mundesh me qenë presidente ti me këtë mlef, me këtë inati, pse ty të ka djek bishti mrapa e me djek këtë Kosovën. Ti ja ke po kështu njerëka e Kosovës. Mu kallë bishti mu, le të kallët Kosova. Ti dole me keqë se këtë ta tjerë që janë kondi tash. Kështu s'bon. Nëse punon për atë dhej, nëse punon për Kosovë, dosh me punu për Kosovë. E jo me punu ti për interesat tua. Shkojna miq. Pak nuk kanë frikun e tërë, unë nuk jam pejgamber. Nuk je pejgamber. Por nuk je pejgamber në ato në dim, se s'kena votu për pejgamber, por t'kena votu për presidente. Ti nuk gëzën me gabu.
Jënë do gabimet vogla, që edhe gabojnë. Ama jo me që shtetin dëm. Jo me që parlamentin në zgjedhje. Pse nuk u zgjedhje presidentin ty. Këto që në gabime. Të jenë profitime. Që ti ke mendu që përfiton për tyne. Po jo, zoj. Ke sharru shumë keq. Ke sharru shumë keq. Interesi të bjenë këtë ditë. Ja ke bo gropën dikujna, i ra vetë. Shkojna miq. Asnjëherë në jetë gabime se ka vendosur të shkoj me emra krejtësisht të tjerë, që të përkrah emra krejtësisht të tjerë, që Absolut, që si ka pas votat për ty. Po të komentoj, që si ke pas votat. mos të përkrah kandidaturën time. Syria e Vjosa Osmani. E tash të ndëgjoj miq të dashur se çfarë pasurie ka Vjosa Osmani. Okej? Po hetohet nga Agjencia kundër korrupsionit. Në dokumentet e dorëzuara për vitin 2025 bëren lëvizje të konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, duke pasur kryesisht rritje të kushtimeve dhe shtim të shumës së parave të gatshme të deklaruara. Po ashtu presidentja ka pruna edhe në Australi, ku vetëm një shtëpi figuron me vlerë mbi gjysmë milion euro. 200 Se çka mendoni se do dalë prej këtij hetimi, na tregoni në koment. Unë isha Vetëm në Australi e pas ka zonja njërka e Kosovës 200 milion euro. Se s'po flasëm për të dy villa në Marigon, unë falni. Pa. Kjo është miq të dashur, kjo është ajo që i ka dhimbë shumë. Kjo është ajo kur e tregoj e nxirrat mllefin, kur thashë në kjo ka një zor të madh. Po çfarë zori do del? Albin Kurti është gjeni. Do të tregoj koha, tha. Se çka është gjithë ky zor për me rrezu qeverin e me shku në zgjedhje. Ja pra miq të dashur, kjo është video për sot. Mirë po afshëm vit të radhës.